Çështja ushtruesi të detyrës së kryeprokurorit të shtetit Besim Kelmendi ka ndarë në dysh anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Nga 10 anëtarë sa janë, 5 nga ta votuan për shkarkim, ndërsa 5 të tjerët e quan të jashtëligjshëm këtë vendim, duke kërkuar hetim rreth rastit. Por pohimet e anëtarëve që presin hetim i ka demantuar Këshilli Prokurorial në 2 vendimet e publikuara në faqen zyrtare, në të cilat arsyeton shkarkimin e Kelmendit dhe emërimin e Agron Çalajt, ushtrues të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Në vendimin për shkarkim, Këshilli ka nënvizuar se nuk ka pasur shkelje, pasi sipas ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, Kelmendi do të duhej të largohej vetë dhe mos merrte pjesë në takim, pasi propozimi për shkarkim kishte të bënte drejt për drejt me të. Kështu që sipas këtij vendimi e drejta votës u takon 9 anëtarëve dhe 5 votuesit për shkarkim përbëjnë shumicën, bazuar në legjislacionin në fuqi. Ndërkohë emërimin e Çalajt në këtë pozitë, Këshilli Prokurorial e ka arsyetuar me plotësim të kritereve të nevojshme për ta ushtruar këtë funksion. Prokuroria speciale ka hedhur poshtë pretendimet për ndërhyrjet e kryeprokurorit Blerim Isufaj në proceset vendimarrëse të Këshillit Prokurorial. Çdo përpjekje për ta përfshirë prokurorinë speciale në debatet e brendshme të KPK-s dëmton integritetin e sistemit prokurorial. Kryeprokurori Blerim Isufaj mbetet i përkushtuar që ta ushtrojë mandatin e kryet e prokurorisë speciale, duke përjashtuar çdo pretendim për ushtrimin e ndonjë pozite tjetër, çka dëshmohet edhe me emërimin e një prokurori nga zyra e kryeprokurorit të shtetit në pozitën e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit. Zhvillimet në Këshillin Prokurorial kanë nxitur reagime të shumta. Ish prokurori Elec Blakaj e ka quajtur për keqardhje gjendjen, duke kërkuar nga kolegët që të reflektojnë dhe të mos shohin këtë institucion si pronë private apo plaçk e grupeve të interesit. E nga njohësi çështjeve juridike, Muhamet Kelmendi, shkarkimi i fundit në Këshillin Prokurorial është bërë në mungesë të kuorumit, mbi insinuata të pavërteta dhe mbi luftën për pushtet, andaj kërkon ndërhyrje në punën e kryeprokurorit të shtetit. Kelmendi vlerëson se sistemi prokurorial dhe ai gjyqësor nuk shërohen me largime, por vetëm me procesin e vettingut.